o vëllahu im, një shishe alkohol nuk i bën dam Allahut, por ama të regjistrohet në libër. Hamambe kur të del para Allahu xhallahu ala veç të thot, për gjitha të lloje të pijeve t'i dhash, veç shkove të më kundërshtosh mua. Allahu subhanahu wa ta'ala e falenderoj gjykatësin të drejtë në ditën e llogarisë, atë xhallahu ala madhëroj për Allahu subhanahu wa ta'ala në sejdë dhe në ruku së bashkubim. E falenderojmë atë i cili na krijoi në barqeve të nënave tona prej asgjës. E falenderojmë atë xhallahu ala që na krijoi dikur një pikë ujiti, pastaj një gjak i ngjizur, pastaj një copë mishi, pastaj asaj cope ja veshi eshtrat, i lartësuar qoftë Allahu më i miri krijues. E falenderojmë Allahun subhanahu wa taala ditën kur na nxori pe barqeve të nënave. E falenderojmë Allahun xhallahu ala ditën kur na i mundsoi që të flasim, e të shohim, e të dëgjojmë. E falenderoj Allahun subhanahu wa taala atë natë kur më erdhi udhëzimi për në Islam. E mbushi Allahu xhallahu ala gjoksin tim dhe gjoksin tënd me iman. E falenderojmë Allahun azza wa jalla ditën kur e shqiptuam për herë të parë shahadetin la ilaha illa Allah, e që nëse banorëve të kufrit, qafirëve dhe pabesimtarëve ju thuaj be një herë la ilaha illa Allah, thot vallahi nuk mund ta them atë fjalë e cila peshon më shumë se sa qijet edhe toka. Falenderimet i takojnë Allahu xhallahu ala ditën që na udhëzoi për në rrugën e kërkimit të dijes. Falenderimet i takojnë Allahu xhallahu ala ditën kur na udhëzoi që të marrim rrugën për ta mbrojtur fenë e Zotit të Madh te bareke ve teala. Paqja dhe mëshira e Allahu xhallahu ala të gjitha qofshin për zotërion tonë të dashur Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Salavat dhe selamet e Allahu xhallahu ala qofshin ditën kur e shkoli shkallën e parë në hutbe. Salavat dhe selamet e Allahu xhallahu ala për Muhammedin qofshin ditën kur e shkoli shkallën e dytë për në hutbe. Salavat dhe selamet e Allahu xhallahu ala qofshin për Muhammedin ditën kur ju drejtua popullit të tij dhe tha sabahakum wa masakum, rujuni dhe kujdesuni o populli im. Salavat dhe selamet e Allahu xhallahu ala qofshin të gjitha për Muhammedin, i cili dilte para popullit të tij dhe ja tërheqte vërejtjen atij dhe atyre që erdhën pas tij për ditën e takimit me Allahun xhallahu ala. Sa që Abdullah ibn Umeri radiallahu anhu tha, unë isha i hulur poshtë hutbes të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wallahi dridheshte hutbeja kur flitte pejgamberi Zoti sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe mëshira Allahu xhallahu ala qofshin të gjitha dhe për gjithë vargun e pejgamberëve të Allahut alaihi salatu wassalam. O ju robër të Allahut, ju e dini që zotëriu ynë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam lindi jetim, nga se babai i tij Abdullah vetëm se kishte ndru jetë ende pa lind pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj kaluan vetëm pak vite, ndroi jetë edhe nëna e tij Aminja. Dhe kështu si e tillë ju vëllezërit e mi, pejgamberi Allahut ra nën për kujdesin e gjyshit të tij Abdul Muttalibit. Por pe grave në atë kohë, në kohën e Mekës, që u kujdesën për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, ishte një grua e cila e kishte emrin Ummu Eimen. Unë realisht nuk e kom taku asnjëherë Ummu Eimenin, por veç kur përmendet emri saj, vallahi më përlotën syt. Për ta pa ju vëllezërit e mi se çfarë për kujdesje i bënte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pse nuk e kishte gjalin e saj, edhe pse nuk e kishte të afërm të saj. Sa që kur u bë pejgamberi Zoti sallallahu alaihi wasallam, momentin e parë që Ummu Eimen dëgjoi që Muhamedit i ka ardhur shpallja hinore nga Zoti, tha ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad rasulullah. Pastaj e ndihmoi pejgamberin e Zotit për gjatë gjithë thirrjes dhe davetit që ja bënte popullit të tij në Islam, edhe pse ishte grua në moshë, ishte grua e thyer dhe plak radhiyallahu ta'ala anha. Ajo, o ju vëllezërit e mi, për pejgamberin e Zotit e mori epitetin nëna, sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha Ummu Eimen, ummi ba'da ummi. Ummu Eimeni tha është nëna ime pas nënës time. Pra pasi që Allahu ma mori nënën në fëmijëri, nënën në jetë mu bë Ummu Eimeni radhiyallahu ta'ala anha. O ju vëllezërit e mi, pas vdekjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ummu Eimen vetëm se kishte arritur moshën 90 vjeçare,
Dhe në një ditë prej ditëve, Ebu Bekri bashkë me Omerin radiallahu anhu, apo njëri prej tyre i tha tjetrit, i tha: o Omer, ajde të shkojmë ta vizitojmë Ummu Aimenin, nënën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga se pejgamberi Allahut nuk kishte javë apo nuk kishte ndoshta edhe ditë që nuk shkonte ta viziton plakën e ngratë dhe të shket Ummu Aimeni radiallahu anha. Dhe Ebu Bekri dhe Omeri radiallahu anhu ju lezë shkuan që ta vizitojnë atë, dhe kur hyn brenda në kasoll dhe në shtëpinë e saj, e pan atë duke qajt. Dhe i thanë: o Ummu Aimen, pse je duke qajt? Apo qajsh për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Wallahi pejgamberi Allahut atje është më mirë se sa këtu. Ummu Aimeni tha: unë e di që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra Muhamedi, loçka e zemrës time, atje pra në xhenet është më mirë se sa në dunja. Por wallahi billahi, dëgjoni ju vëllezërit e mi, plakën 90 vjeçare të mençur tha: po qaj se me vdekjen e Muhamedit u shkëput lidhja mes tokës edhe qiellit, me vdekjen e pejgamberit nuk do zbret më Xhibrili alayhi salatu wasallam në tokë, Allahu xhelle xhelalu më nuk do t'ju flet banorëve të tokës. Për arsye se ju vëllezërit e mi, u përfundu shpallja, pas vdekjes së Muhamedit më nuk do të ketë shpallje, pas vdekjes së Muhamedit nuk do të ketë pejgamber, ai është pejgamberi i fundit dhe vula e të gjithë pejgamberëve alayhimu salatu wassalam. Dhe kështu ju vëllezërit e mi, Ebu Bekri dhe Omeri, kur e dëgjuan këtë fjalë të madhështore dhe të mençur nga Ummu Aimeni, plasën nga të qajturit dhe vajit radiallahu ta'ala anhum. Po, o ju robër të Allahut, me vdekjen e Muhamedit u shkëput lidhja mes tokës edhe qiellit, me vdekjen e Muhamedit u këput shpallja hinore, dhe Zoti i Madh xhallahu ala nuk ka më se çka t'ju flet robërve. Ai ju foli atyre me një dustur, me një kushtetut, me një sistem që nëse i ndjekni atë do t'jeni të lumtur në dunja dhe në ahiret. Por dijeni se një ditë e keni një takim me mua, pra me Allahun xhallahu ala. O ju robër të Allahut, disa ditë para se të ndron jetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ashtu siç ishte në gjendjen e tij të rëndë, i sëmur, i lodhur dhe i raskapitur alaihi salatu wassalam, kur ja i erdhi Xhibrili për herëve të fundit që i vinte Xhibrili dhe ja shpalli ajetin e fundit me të cilin Allahu te bareke ve teala e përfundoi shpalljen e tij hinore, pra 9 ditë para se të ndron jetë, erdhi ajeti i fundit i librit të Allahu xhallahu ala, ku Allahu subhanahu wa taala na drejtohet dhe na thot: wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah. Kujdesuni, rujuni prej ditës kur do të ktheheni tek Allahu te bareke wa taala. Pra sikur Allahu xhallahu ala thot: unë atë që kisha për ta thënë vathash, ju një ditë keni një takim me mua, rujuni prej asaj dite. Wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah. Kujdesuni o ju vëllezërit e mi, rujuni, merreni ndrojën ditës kur do të dilni para Allahu xhelle xhelalu, atë ditë kur do të trazohemi pe varrezave tona dhe do të themi: men ba'athana min marqadina, kush na trazoi me përpevareve tona, po ne ishim shumë mirë këtu, e në një moment do ta shohim tokën e mahsherit të madh. Hadha ma wa'adana ar-Rahman wa sadaqa al-mursalun. Kjo që nga ajo që ne i premtoi Allahu në dunja, kjo që nga i momenti që hoxhallarët flitnin për ditën e takimit me Zotin xhallahu ala. O ju robër të Allahut, ittaqu yawman turja'un fihi ila Allah. Kujdesuni, rujuni prej ditës kur do të kthehemi tek Allahu te bareke ve teala, do të dalim para Zotit ton xhallahu ala lakuriq, të pabër synet si ditën kur na kalin nana. Wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah. Kujdesuni për ditës kur do dilni para madhërisë Allahu te bareke ve teala, e do del para qeverisjes së tij, para mbretërisë së tij, para pushtetit të tij, para sultanatit të tij, zullumqari dhe ati që i ke bë zullum, dhe do të gjikon Allahu xhallahu ala me gjigjin dhe ligjin e tij të drejtë. O ju robër të Allahut, nuk ka ligj të drejtë, pos ligji të Allahut në tokë dhe ligji të Allahut në qiell, e që është Zoti i Madh xhallahu ala që do të gjikon mes njerëzve.
Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Kujdesuni për ditës kur do të dilni para Allahu xhelle xhelalu, e atë ditë o vallahu im do të vendoset libri i veprave para vetes tënde dhe do të thuhet lexoje librin, mjafton që ty të jesh llogaritari i vetes tënde. Fela ilaha illa Allah, për atë libër që nuk u ndal shikimi im duke pa haram dhe mëkate. La ilaha illa Allah, për atë libër o ju vëllezërit e mi që në të është e shkruar namazin i qendis e dëgjoj por nuk e fali, akshamin e dëgjoj por nuk shkoj në xhami, Yacin e dëgjoj por e nënçmoj, sabahun tha çka be ki hoxha që ma trazoi gjumin dhe e ngjajsh me si ajo. O ju robër të Allahut, ajo është ditë që pas asaj më nuk ka ditë, nuk kanë dëgju të parë dhe të fundit ditë më të madhe se sa ajo ditë. Allahu e ka quajtur Yawmul Akhir, dita e fundit, sa ajo është vendimtarja, khafidatun rafi'a, ajo do t'i rrëzon njerëzit me një rrëzim që nuk do të çohen më, dhe ajo do t'i ngrit njerëzit me një ngritje që nuk do të rrëzohen më. Doktori, kryetari, pushtetari, profesori dhe të ngjeshme si ajo, të gjitha ato tituj o ju vëllezërit e mi do të shkrihen para mbretërisë së Zotit xhallahu ala. Kë do ta ngritën Allahu në atë ditë, ai është i ngrituri dhe i lavdëruari, dhe këta nënshmon dhe ta përbuzën Allahu xhallahu ala në atë ditë, ai është i nënshmuari dhe i përbuzuri. Nuk më duhen lajkat e njerëzve, as lavdatat e njerëzve, as falënderimet e njerëzve, në qoftë se nuk ma pëlqen Allahu veprimtarinë time, në qoftë se nuk ma vlerëson Allahu veprimtarinë time, dhe në qoftë se nuk jemi shpëtuar në ditën e mahsherit të madh. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Kujdesuni për ditën e takimit me Allahun te bareke ve teala, e që ajo ditë ju vëllezërit e mi do ta shohim Allahun xhallahu ala me një hidhërim që nuk është hidhëruar si ai hidhërim dhe nuk do të hidhërohet pas asaj dite si ai hidhërim. Ashtu tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: o ju robër të Allahut, kujdesuni për ditët kur do të dilni para Allahu xhallahu ala. Për atë ditë kur pyetjen e parë që Allahu do të na i parashtron, si ishte takimi me mua në dunja, si ishte namazi. Awwalu ma yus'alu anhu al-'abdu yawm al-qiyamati as-salah. Gjëja e parë për të cilën do të pyetet njeriu para Allahut ditën e Kiametit, namazi, nga sa ishte takimi mes robit dhe Allahut në dunja dhe takimi i parë mes robit dhe Allahut në ahiret. Elus Allahu xhallahu ala që na falën dhe na mëshiron, na kaplon me rahmetin dhe mëshirën e tij. Zoti im dhe Zoti juaj është shumë falës. Alhamdulillahi rabbil alamin. Derisa banorët e mahsherit do të jenë në mahsher, pa derisa unë dhe ty do të jemi në tokën e ringjalljes, do të dëgjojmë vetëm pëshpëritja e vëllezërit e mi. Askushi nuk do të guxon në atë ditë ta ngrit zanin e tij, kur janë në një moment dikush do thotë kujtim, filan i biri filanit ista'id lilwuqufi bayna yaday Allahi al-wahid ad-dayyan, filan i biri filanit bëhu gati se do të dalish para Allahut të madh te bareke ve teala. O vëllezërit e mi, wallahi billahi edhe me di që Allah të ka fal, mbare be është kur Allah të ti numron gjinafe që i ke bë në dunja. Për këtë arsye ju vëllezërit e mi, gjithçka që është duke ndodhur në realitet ne e shkryjmë me duart tona dhe me veprimtarinë tonë ditën e takimit para krijuesit të madh xhallahu ala. Andaj Allahu subhanahu wa taala me këtë jetë thot kujdesuni be për fenë e Zotit xhallahu ala, kujdesuni për haramet. O vallahu im, një shishe alkool nuk i bën dam Allahut, por ama të regjistrohet në libër. Hamam be kur do të del para Allahu xhallahu ala veç të thot për gjitha ato lloje të pijeve ti dhash, veç shkove të më kundërshtosh mua. La ilaha illa Allah, wallahi bila unë e di. Shumë e lehtë edhe për mua që e thon tash. Po para mbretërisë të atij, vallahi bila shumë e rëndë. Robi ngratë dhe i shket, njeriu, fukara, insani, të del para mbretit të mbretërve, krijuesit të qijeve dhe të tokës, në grushtin e të cilit janë krejt krijesa në qiell dhe në tokë, dhe thot, pse be shkove prek alkooli? Të të mbaron be, vallahi be të turpron. Po mirë mëna nuk të tregoj Allahu që kazinë dhe bigjozi janë haram, po jo më për mu, e as për Allahun, e as për fenë e Zotit, për gruan tande, për fëmijët e tu. O vllazit e mi, mos e shkilni be pragun e kazinove. Ikni be as mos i shifni be ato vende. Orsa do llamba dhe drita kanë vendos ata, aty është errësira e dunjas dhe ahiretit.
Fundi atyre njerëzive është apat për stres, dëshpërim dhe dështim, humbje pasurisë, humbje në dunja dhe në ahiret. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha nuk do të lëvizin këmbët e robit në ditën e kiametit pa u pyetur për 4 gjëra. Një prej tyre pasurinë, ku e fitove? Pe halalit, shumë bukur. Po ku harxove? Në haram do të pyetesh për atë. Allah i na ruaj. Nuk do të lëvizin këmbët e robit. S'ka ku të shkojsh atë ditë, o vallahu im, pa të pyet Allah ku e çove be atë pasuri. O vëllezërit e mi, pleqt e vaktit kanë thënë, ne me halal se nja dulëm. Ju nuk e di si t'ja dilni me haram. Ande kujdesuni e vëllezërit e mi se harami e ka fundin në çmim dhe përbuzje, humbje e vetes e pasurisë dhe fëmijëve. Kujdesuni për ditën e takimit para Allahut të Madh te bareke ve teala, kurse vepërmirët e kundërta, vallahi do të dalin faqe bar para Zotit xhallahu ala. Allahu subhanahu wa taala do thot namazi, që urno ya rab. Allahu xhallahu ala do thot zakatin, që ya rab. Allahu do thot haxhi, që o Zotim gati, elhamdulillah. Allahu xhallahu ala do thot agjerimi, po ya rab gati. Respektin ndaj prindërve, ja ku e kisha. Respektin ndaj kushiu, dajes, miqës edhe Allahs dhe të afërme, ja ku e kisha ya rabbel alamin. Mbrojtjen e islamit, ja rabbi, s'mund dal goja duke fol për Allahun dhe për islamin. Ai njeri do ta merr librin në dorën e të djathtës dhe të thot: "Ha umqra'u kitab." E njerëz, lexojeni librin tim. Ky është libri im. Faqe bardh. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya, se unë dinja që një ditë do ta takoj Zotin tim xhallahu ala. Elus Allah subhanahu wa taala na falë dhe mëshiron. Vëllezërit e mi, hoxha do njerësh në pozitën e babës, njerëz dhe ju qorton. Po çka je fati ju karaqi hoxha është ndoshta më i ri se një pjesë e madhe këtyre xhamatlive, por pashallah dhe mshuria e madhe. Për Zotin më nuk ka ditë më që nuk më vinë njerëz, më ankohen për Zotin, për problematika familjar, çaj bigjozbe ka, çaj pante, çaj kazino e ka fajin. Ata janë kanceri i këtij qyteti, pashamadhnin e Allahit azza. Ç'na kam shumë në të shkretave. Ku është be ky sistem dhe ky shtet dhe kjo politikë që ti ndalëm se kom frikë më për Zotin dhe për djemtë e mi. Ashtu siç keni frikë ju për djemtë e juaj. O vallahi billahi një ditë më thoni djali hoxhët po. Sprovo, o vllaznit e mi, pashallah sprovo, jo që ne ndoshta si prindër dhe si hoxhallah dhe si shoqëri dhe si mësues dhe profesor nuk e lujtëm rolin që të ndalim këtë shoqëri nga kjo haram i madh, por ja që është joshës, është tërheqës, ka shumë llamba, ka shumë drita. Një djalosh 18 vjeçar, në njëherë dhe s'e beson edhe baba, thot më të hita provoj të shoh si është dhe si të hije pres aty, ndoshta dhe s'en del më pres asaj. Zoti na i ruaj fëmijët vallahi. Zoti na i ruaj djemtë dhe vajzat tona, ja rabbel alamin. Për këtë fesadi dhe shturje të madhe që na preto ju vëllezërit e mi, mbi të gjitha Allah na ruaj edhe pe azabit dhe dënimit të tij, ja rabbel alamin.